e ulta i lanë po thuj aty ku ishin. Dhe çmimet u rritën në stratosferë. Çmimet u dyfishuan. Dhe kjo bëri pastaj që shqiptarët ikin masivisht nga Shqipëria. Kështu që ne hymë në një garë, që është të vërteta, në një garë për të kapur atë pozicion që humbëm. Se ishte mirë kur ne mirim rogat më të larta. Nuk ishte ishin të mëdha ato roga, po ato flisin shumë, se rriteshin çdo vit. Dhe ne këtë do bëjmë. Doktor Berisha. Kush e ka? Arjanit Iljazi, ju këtu jena gjithë popull demokrat dhe në rezemra për fitoren e 11 majt. Po apo jo? Jo, më falë. Edhe mundësisht 28 orë këta kriminalet që janë në qeveri, mundësisht doktorit japi një ultimatum. Keni 28 orë, o largoni nga Shqipëria o do përfundoni në burg. është propozim. Doktorit do e mendoj. Unë thjesht kërkes edhe do të sjell, me që unë jam punonjës së shëndetësisë, do të sjell shqetësimin edhe kërkesën e shumë persona me aftësi të kufizome, që një pjesë janë këtu edhe ju janë mirënjohës ju edhe qeverisë djathtë për aq kohë sa ju ishte në qeveri me programe edhe me ligje që i favorizonin dhe i trajtonin në mënyrë dinjitoze. Doktor Berisha, unë e di përgjigjen tuaj, po besoj gjithë këta njerëz duan të dëgjojnë sërish të afirmuar nga goja juaj. Si do e trajtoni ju aftësinë e personat me aftësi të kufizuar, ndryshe nga këta që i përdhosin, që i përçmojnë dhe i lënë të vuajnë pothuajse për bukën e gojës. Ju falenderoj shumë. Faleminderit për pyetjen dhe unë duhet t'i garantoj ata kudo që janë se qeveria përveç pensionit të invaliditetit që do u mjaftoj atyre plotësisht, do të heqë çdo shpenzim për çdo lloj mjeti që u duhet atyre, për të përballuar vështirësitë që kanë. Do të paguaj kujdestarin me sigurime shoqërore dhe me çdo gjë tjetër në rastet që kanë nevojë për kujdestar. Pa asnjë lloj hezitimi, do bëj gjithçka me përparësi për punësimin e tyre në vendet përshtatshme dhe për kushtet tjera jetese. Pra, riabilitimin e tyre i cili pothuajse mungon krejtësisht. Transformimi i jetës tyre do të jetë një objektiv i pandryshueshëm dhe një nga objektivat kryesor të Partisë Demokratike. Dhe i siguroj se problematikat e mëdha të krijuara, unë e di, sot ka invalid që porosit djalin apo vajzën e vetë të sjellë mjetet që i duhen atij. Dhe ju duhet ta dini se në dogan paguhen 140% të çmimit me cilin janë ble në Gjermani, apo në Itali, apo në Francë. Një lloj plaçkitje e turpshme, e pa imagjinueshme. Kështu që të gjitha këto marrin fund dhe një qëllim tjetër, krejtësisht tjetër, do të përshtatet ndaj tyre. Faleminderit. Tani në fakt tu doktor kemi edhe Gjovalin Shqasin që është dhe kryetari i kësaj shoqatës që donte të thoshte diçka. Me kënaqësi. Faleminderit, është kënaqësi doktor që kryeministri i jashtëm i Shqipërisë është edhe mjek. Ne aftësia kufizuar ne kemi shumë lidhje me mjekët sepse në momentin që ne kemi pësu aksidentet me njëra në fabrika, në metalurgji, në naftë, në gjeologji, në elektrik e tjere, ne ke mjekët, kemi gjetë atë shërimin edhe shpresën humane.
Po, edhe një herë tjetër unë do vi tek Partia Demokratike dhe do t'ja kërkoj edhe kryesisë edhe doktorit që duke pas parasysh se aftësia kufizuar e Shqipërisë sot është e diskriminuar në gjitha drejtimet, s'po i përmend, po duhet të ngrem një sistem doktor për këta njerëz. Që ky sistem të jetë i favorshëm për sot, për nesër, ndoshta jam të parashikuar për pas nesër kur të ndohë bashkimi kombëtar që të jetë i fuqishëm për rivalitet e luftës Kosovës dhe Kumanovës e tjerë. Tani unë jam të myll atë sepse edhe koha është e shkurtër, por gjithsesi do ta vazhdojmë edhe në takime të tjera. Faleminderit. Siç u thash, ne kemi një takim në orën 18:30, por nuk mundem të mbyll të takim. Doktor pa ja dhënë fjalën Rit Gjokës se pastaj nuk më le më të vi këtu në zonë. Është përfaqësuesi i këtij komunitetit këtu edhe ka kërkuar fjalën i pari. Po Riti. Doktor Kemi ndjekur këtë takim të kryetarit të Partisë Demokratike